në Kosovë, çfarë po ndodh atje? U bë kohë që kanë mbaruar zgjedhjet, por duket se ende nuk kemi një ide të qartë si do duket qeveria e ardhshme e Kosovës. Sot besoj zgadon afati vendimeve të Gjykatës Supreme për ankesat e bëra dhe pra nga sot hapet rruga për certifikim të rezultateve zgjedhore. Dhe ky është momenti kur fillon të ecën ora e përcaktuar me kushtetut dhe me ligjet Kosovës për krijimin e institucioneve. Nga sot ose nesër, kur do që të bëhet certifikimi, institucionet kanë një 30 ditë kohë për të formuar pra kuvendi i Kosovës, për të zgjedhur kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, dhe më pas do të jepet mandati për kryeministrin nga ana e presidentit, i cili do të ketë ashtu pastaj një afat 15 ditor për ta krijuar qeverinë, dhe nëse i pari nuk arrin ta krijojë qeverinë për 15 ditë, atëherë shikohet opsioni i dytë, i cili do të mund të vinë në tryezë, dhe ai opsion do t'i ketë 10 ditë për të hyrë dhe votuar vetën në kuvendin e Kosovës. Ylli, vetëm pak. Struktura ligjore që kanë pret në ditë. E kuptoj, duke qëndruar pak tek struktura ligjore, sepse ka shumë edhe analizë dhe diskutime që për shembull nuk ka një afat të përcaktuar në kushtetut kur mund të hidhet hapi i parë, pra vendosja apo zgjedhja e kryetarit të parlamentit. Ka një afat të përcaktuar apo nuk ka, apo mund të zvarritet ky proces deri sa të jenë zgjedhjet e tjera? Ka afat, por ka dhe precedent të keq përdorimit të tij. Do thotë afati është 1 mujor, sepse parashihet se seanca e kuvendit, e cila ftohet për zgjedhjen e kryesisë së kuvendit të kryhet pa ditë. Dhe precedenti është se ka pas në të kaluarën zvarritje ku thjesht partia kryesore e zgjedhur, pra asaj që i takon nominimi i kryetarit të kuvendit, ka hezituar ta bëj nominimin dhe kështu ka zvarritur dhunshëm, do të thoja, procesin duke u thirrë kështu në një paqartësi. Në fakt gjithçka është e qartë, ajo duhet të kryhet sepse votimi për kryesi të kuvendit nuk është ceremonial, nuk ka pasur asnjëherë një rast ku është votuar dikush kundër nga propozimet. Zakonisht bëhet vot konsensuale janë ato të kryesisë dhe kryetarit të kuvendit, dhe shndrimi i saj kështu në një betejë dilemash, besoj që është arbutëri politike e cila na ka ndodhur në të kaluarën, unë shpresoj të mos ndodhë këtë herë. Nuk besoj që lëvizja vetëvendosje do të vendosë të përdorë një gjë të tillë. Qeveria, si duken situatat, negociatat, të dukshme të padukshme, kush mund ta krijojë qeverinë, kush do të arrijë të bëjë 61 votat për qeverinë e ardhshme? Debati disi po shtrohet mes opsionit të zotit Kurti, Ndaras, dhe opsionit të dytë të opozitës, Ndaras, të cilat pra krijojnë 2 tabore, tabori i parë dhe tabori i dytë, njëri nga ata do ta krijojë qeverinë. Dhe mendimi im është se nuk do të jetë kështu. Mendimi im është se tabori i parë dhe tabori i dytë do të dështojnë krijimin e numrave. Rezultati zgjedhor është identik me lojën e shahut kur mbetesh pat. Pat është një barazim i dhunshëm në cilin nuk është me rëndësi se kush ka më shumë ose më pak figura. Thjesht bllokohet loja dhe loja shpallet e barabartë. Rezultati zgjedhor ka qenë i tillë që gati pamundson fitoren e njërës palë ndaj tjetrës, dhe sa më herët që kuptohet kjo, aq më shpejt do të krijohen institucionet. Për fat keq unë mendoj se do të kemi një periudhë të parë të konsumimit të mandatit që merr zoti Kurti, me një farë teatraliteti se po përpiqen të krijojnë institucionet, dhe ndoshta do të përpiqen për një mend, do të përpiqen të marrin ndonjë partner të vogël si Nisma apo të vjelin ndonjë deputet prej partive tjera, por unë besoj thellë se numrat janë të tillë që edhe nëse arrijen të bënë 61 deputet, atëherë ajo qeveri do të jetë përfaqe zezë, do të jetë qeveri shumë e dobët dhe e varur jo vetëm nga secili deputet veç e veç, po edhe nga gjithë shkafi që është e implikuar në Kosovë. Do të thojë
do t'jesh i varur nga 10 deputet të komuniteteve pakicë, të cilat kanë edhe interesime, edhe interesa të ndryshme, po edhe ndikime të cilat ti nuk i paramendon. Pra unë shpresoj që sa më parë të konstatohet se kjo rrugë është e gabuar dhe të ketë një dialog shumë të thellë politik mes lëvizjes vendosje dhe dy partive tjera të mëdha në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, në mënyrë që të gjehet zgjidhja për rrugën përpara. Ka një vullnet zoti Kurti për ta bërë këtë, sepse ne e kemi parë në fakt edhe kur fitoi zgjedhjet bashkë dhe e kemi komentuar atë moment që ishte disi jo shumë etik, po them, në mënyrën se si u qas dy partive të tjera opozitare, e nëse diçka e tillë mund të kuptohet gjatë fushatës zgjedhore që kërkon të mobilizosh votuesit, zgjedhësit, pasi ka mbaruar gjithçka dhe ke fituar zgjedhje